Unë eftoj që ta ndryshoj kandidatën. Ne në vazhdimsi ofrojmë opsione mundësi. Për të konsensuar të kemi përmishën 120 deputet, sot është 5 maj, dita e dëshmorëve, juftoj të gjithëve që më një mund të fyshkje në rojnë Lavdit gjithë atyre që kanë kanë jetën prezidentin për plus subjektin politik SDK që të propozojnë antarë një deputet për antarë komisionit për zgjedhjen e sekretarit të vendit nuk kemi problem, atëherë plus që të propozoj një deputet për antarë komisionit për zgjedhjen e sekretarit të vendit plus listë të zërve që të propozoj një deputet për antarë komisionit për zgjedhjen e sekretarit. Nisma të propozoj një kandidat për antarë komisionit për zgjedhjen e sekretarit të vendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Pas 46 deputet kanë dhënë votën për, një kundër, abstenimin ka, s'kemi pasur sërish quorum dhe seanca ndërpritet në 7 maj jemi përsëri. Çka t'ju themi kur sot po mblidhemi për herën e 11 dhe po përjetojmë reprizën e përsëritur të lëvizjes vetëvendosje, e cila në mungesë të shumicës parlamentare është duke dhunuar jo vetëm këtë institucion përfaqësues të qytetarëve të Republikës, por edhe vetë shtetin për cilin secili qytetar ka dhënë e ka kontribuar me sakrificë personale. Unë eftoj që ta ndryshoj kandidatën. Ne si Parti Demokratike kemi dhënë mundësi që të vinë një kandidat apo kandidat që mund të merr shumicën parlamentare në mënyrë që të konstituohet kuvendi e të hapet rruga fateve kushtetuese për të zgjedhur dhe qeverinë e re. Një gjë le ta kenë qartë që kur nuk të pëlqen e nuk pajtohesh me të vërtetën e me realitetin, nuk mundesh me ndryshu atë, por duhesh me ndryshu vetveten. Dhe këta sot vërtet i ftoj që ta ndrojnë këtë mentalitet autoritar, imponues, dhe të vinë me një kandidaturë e cila mund ta zhbllokojë këtë situatë. Për ndryshe, mund vim edhe 111 herë tjera. Partit të cilat po vazhdojnë ta bllokojnë konstituimin e kuvendit duke mos marrë pjesë në votim, ishin PDK, LDK, AK dhe lista serbe. Ajo çfarë vlen thuhet, kësaj radhe është ajo që e pam, besoj ishit dëshmitar edhe ju, që edhe gjatë mbajtjes së 1 minuti heshtje, deputetët e listës serbe nuk u ngritën fare në këmbë pra për të respektuar ditën e dëshmorëve. Ne e kemi thënë pra, ata nuk e kanë vendin në kuvend, nuk do duhet të certifikoheshin e aq më pak pra të kenë edhe funksione shtesë. Por në vazhdimsi e kemi pasë si opozita, nuk është se ka pasur fare problem, për ma tepër opozita shihet që shumë më tepër e ka problem pra emrin Albulena Haxhiut për kryetare të kuvendit, një deputete e cila në vazhdimsi pra ka qenë zëshme kundër asociacionit të komunave me shumicë serbe, kundër demarkacionit, kundër gjykatës speciale e shumë dëmeve tjera që janë votuar në këtë kuvend. Pra pikrisht nga këto parti që sot refuzojnë pra që ta mbështesin kryetaren
Albulina Haxhiu. As pak nuk ka të bëjë me shkelje, e keni nenin ose paragrafi 124, paragrafi 127, 128 të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese që specifikon që thotë se për të dalë nga situata, për të mundësu ushtrimin e vullnetit të lirë të secili deputet mund të votohet në mënyrë të hapur, në mënyrë të fshehur, apo edhe në ndonjë mënyrë të cilën pra mund të ketë dakordim mes partive politike që marrin pjesë në kuvend. Dhe asesi s'ka të bëjë me shkelje. Ka shumë e shumë deputet në këtë kuvend që kanë bërë shkelje shumë më të rënda e ofendime shumë më të rënda, mirë po për konstituim të kuvendit, për të i kalim të kësaj situate të zhbllokimit, ne jemi të interesuar që të ketë një dakordim, një konsensus se si të lëvizet përpara, sepse e dini që edhe qytetarët janë lodh me këto seanca të vazhdueshme, ku në vazhdimsi ka bllokim, ne në vazhdimsi ofrojmë opsione mundësi, por ja që në vazhdimsi ose janë refuzuar ose ka pas bllokim. Ne po presim përgjigjen për ftesën që kemi dërguar dhe pastaj mund të flasim se si vazhdohet tutje. Unë shpresoj, uroj që të ketë një reflektim kësaj here spaku, të mos jetë situata siç ka qenë deri më tani ku në vazhdimisht kemi hasur në refuzim